Diplomatët e huaj në Kosovë kanë rritur kërkesat e deklaratat për partitë politike që të shmangin të tjera zgjedhje pas 7 qershorit. Ambasadori britanik tha se duhet të gjendet kompromis dhe këtë porosi i apërcjelli ushtruesës së detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, të cilën e takoi sot. Diskutuam rëndësinë që një kuvend i ri të jetë në gjendje të zgjedhë një president pas zgjedhjeve për të shmangur zgjedhje të reja dhe humbjen e mundësive për Kosovën. Theksova nevojën që partitë politike të bëjnë kompromis për të shmangur një skenar të tillë. Gjithashtu diskutuam apozimin e tmerrshëm të drejtuar ndaj grave politikane në rrjetet sociale dhe shpresuam që të gjithë liderët e partive të bëjnë të qartë se kjo është e papranueshme. Ndërkohë, sipas njoftimit të presidencës, temat e takimit kanë qenë zhvillimet e fundit politike me theks të veçantë në procesin zgjedhor, si dhe rëndësinë e mbarvajtjes së tyre e ruajtjen e stabilitetit institucional. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu e falenderoi Mbretërinë e Bashkuar për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Republikës së Kosovës dhe theksoi rëndësinë e partneritetit të afërt mes dy vendeve. Ambasadori britanik gjatë ditës takoi edhe liderin e LDK-s Lumir Abdigjikun, ku sipas njoftimit të kësaj partie u diskutua për zhvillimet e fundit politike në vend, me theks të veçantë në zgjedhjet e 7 qershorit dhe rëndësinë e një procesi demokratik të lirë dhe të rregullt zgjedhor.